Disa parti, zoti komisioner, kanë vendosur që të djegin listën e mbyllur, duke vendosur familjarët e tyre aty. Kanë marrë familjarët, gruan, babajnë, tjetrin, dhe që pastaj të garojnë vetë në listën e hapur. Si funksionon kjo? A ka një tërheqje të kandidatëve nga lista e mbyllur që tani apo pas zgjedhjeve? Kandidati mund të tërhiqet në çdo kohë kur ai e çmon. Se çfarë vendosim ne kur ai tërhiqet, këtë do ta merrni vesh kur ta vendosim. Domethënë votat e tij edhe mund të digjen. Se them do tani këtë gjë. Duhen porositur këto partitë e reja që mos e bëjnë këtë gabim se Këto kanë dhënë dorëheqjen. do t'ju digjen votat. Dikush ka dhënë dorëheqjen dhe jo vetëm nga këto partitë e reja, po dhe Po ne ju mund të tregoni më përpara. partitë e reja. Për shembull, po ti ikësh në Perëndim, komisioner, normalisht thot përpara kujdes se përpara ke radar për të edukuar njerëzit tërë. E kanë ligj, e kanë gjë në ligj. E kanë në ligj që të shkruar. Siç ka ta përkurin atje, kështu që të gjithë ata e dinë se çfarë pasojash kanë. Ligji çfarë pasojë ka në këtë rast? Ligji nuk ka ndalim në lidhje me momentin kur ti jep dorëheqjen nga kandidimi. Po votat? Ne nuk e bëjmë zvendësimin Nuk e bëni? të listës, pastaj e vlerësojmë. Qartë. Në sa zona do të kemi votim elektronik në këto zgjedhje, pse nuk u aplikua votimi elektronik më gjerë, veçanërisht në Tiranë, ku janë dhe mundësitë më të mëdha? Apo nuk vide do të thuaj në elektronikisht? Kjo është pak po e sigurt, po nuk vidhet më nëse diskutohet pak më para për vjedhjen. Nuk ka vjedhje të kutia e votimit, nuk e konteston me sa diu. Edhe unë këti ide kam i pyes, sidomos të majtit janë shumë të organizuar, zgjedhjet kanë mbaruar përpara, nuk ç'lidhje ka me kutinë e votimit. Kështu që në një lloj mënyre si me kuti, si me elektronik, nuk ka diskutime në lidhje me çfarë përmban kutia e votimit aty si vota. Ne, edhe kthyer tek pyetja juaj për votimin elektronik, do ta zhvillojmë në mënyrë pilot në 2 njësi të vogla, në 110 dhe në bashkinë e Vorës. Është një lloj kthimi mbrapa. Pse pilot? Një lloj kthimi mbrapa. Sepse u bën 3 zgjedhje rresht, sa u bën, më duket, mos gaboj, domethënë. Të treta. Se piloti bëhet që ti ta bësh të plot herës tjetër. Domethënë sa do të vazhdojmë të pilotojmë pa shkuar drejt një finalizimit të këtij procesi, domethënë. Drejt, ne kërkuam që ta zgjeronim votimin elektronik në 6 qarqe. Po, dhe ishte shumë gjë e mira, pse s'u bë? E propozuam kohë më përpara, rreth gati 1 vit e gjysmë. Ju kërkuam partive politike që na jepni një opinion në lidhje me këtë projektin dhe idenë tonë për ta shtrirë votimin elektronik. Vetëm 4 muaj, ose ndoshta 5 muaj përpara datës zgjedhjeve, pasi kishim bërë dhe një kujtesë të mëparshme, me një kujtesë të tretë, filluan të kthejnë përgjigje. Që dikush thoshte dakord, dikush jo, dikush po, dikush jo. Dhe në finale pasaj, Partia Demokratike nuk dha një konsiderat pozitive, tha, ne akoma nuk për shkak të problematika, sikur se ata pretendojnë, të evidentuara gjatë aplikimit të votimit elektronik në zgjedhjet e vitit 2023, nuk kemi dakord që të zgjerohet, të shtrihet votimi. Pra domethënë kjo është bërë prej PD-s. Dhe ne e mbështetëm, si thuash, sepse nuk mund të ta zhvillonim këtë kur Partia Kryesore Opozitës. Që ta kuptoj më mirë. Në qoftë se votimi elektronik, paktën për mua, nuk e di, ndoshta besoj keni të njëjtin mendim, që është më i saktë dhe më i pamanipulueshëm. Sepse makina besohesh më e pamanipulueshme se sa 100% është. Atëherë pse ne duhet merremi me tekat e partive, të cilat nuk e di pse i nxjerrin këto, sepse mua më bën të dyshoj kjo. Pse më bën të dyshoj? Sepse duke qenë se gjërat varen nga numëruesit në tavolinë, pse një parti e cila është në opozitë do zgjedh një metodë më pak të sigurt se sa një metodë e sigurt. Pra këtu tregon që këtu ka shtek për apozim, sepse ai nuk e zgjedh kot këtë metodë më pak të sigurt. Dhe un kam dyshimin që do ndodh ajo që ka ndodhur gjithmonë me partitë e reja, dhe duke qenë se partitë e reja sot janë më kërcënuese se kurrë, unë mendoj që të 2 palët e mëdha që kanë numërues në tavolinë mund bien dakord që apo më të kërcënuara po. Më të kërcënuara, më kërcënuese për sistemin. Dhe pra duke qenë se kemi paktën sondazhe tregojnë një fuqizim partive të reja dhe të 2 palët kanë frikë se mos ndoshta këto do krijojnë një pol 3 etj. Unë mendoj që këta mund
në tavolinat e numërimit bien dakord numëruesit e dy palëve që votat e këtij marron, votat e këtij tjetri merr ti dhe pse nuk ndodh? Çfarë garancie kemi? Kjo s'ndodh, se s'ndodhi në 2021, nuk ndodhi në 2023. Ndodhi sepse s'kishte një palë të tretë që vërtet kërcënonte sistemin. Po, janë kërcënuese dy të mëdhat mjaftueshëm për njëra tjetrën kur vjen punat e pushtetit. Nuk besoj që ka gjenerozitet nga njëra palë për t'i lënë pushtetin palës tjetër. Jo, unë mendoj që zgjedhjet e kësaj radhe, duke qenë se diferenca është e qartë, pra nuk ka një garë reale midis dy forcave të mëdha, e vetmja gjë që mund të bëjmë, mund t'i shkelin syrin njëri tjetër për të mos liruar një pol tretë që t'i çajë të dyja palët. Dhe duke qenë se zgjedhjet varet nga numëruesi në tavolinë, këta mund ta bëjnë këtë deal me njëri tjetrin dhe ata që janë partitë të vogla që nuk kanë numërues tavolinë, këta mund E kanë bërë më përpara. Po tjetër e kanë bërë gjithmonë. Kjo që thotë mërtirisht ka ndodhur. Sepse ndoshta s'ka ndodhur në kohën tënde, e kupton? Më fal, jo, më para, po domethënë, unë dyshoj shumë tek fakti që duke qenë se numërimi elektronik është 100% i sigurt dhe është dhe i shpejtë, e marrim vesh rezultatin shpejt. Ne zgjedhim akoma metoda, themi, primitive të numërimit me dorë, të cilat na zgjat rezultatet dhe nuk e kemi të paktën këtë nivel sigurie. Jo, ne përgatisim një proces zgjedhor në kushtet e një antagonizmi të fortë, gati lufte politike. Por gjithsesi ju një arbitër, ju nuk duhet vareni nga tekat e partive. Ja, ty do të dalë, ma dëgjuar arsyetimin. Që do të thotë, edhe ti si institucion kryesor për përgatitjen e procesit zgjedhor, e përgatit këtë proces zgjedhor në këtë antagonizëm të madh politik. Dhe në një lloj mënyre, sipas interesave të momentit, shikohesh me skepticizëm, domethënë jo me besim në ata çfarë bën. Her nga njëra palë, nga pala tjetër. Dhe do duhet të tregosh të gjitha palëve, veçanërisht atyre që janë kryesore, edhe kundërshtare të njëra tjetrës, që ti në atë procesin vendimmarrës ose përgatitor të këtij procesi je i baraslarguar nga të gjithë. Dhe kur partia kryesore e opozitës thotë, unë nuk e besoj këtë sistemi, dhe qëndron apo nuk qëndron në argumentit tyre, është me bazë apo pa bazë, pak rëndësi ka, sepse janë në të drejtën e tyre dhe ta kundërshtojnë. Fundit votohet edhe me letër. Dhe përderisa janë dy sisteme, thotë unë këtë besoj. Nuk mundesh që ti imponohesh, ja të lutem. Nuk mundet ti imponohesh, thotë gjë, ti e ke gabim. Edhe ti thuash atë çfarë thatë ju, që shiko, sistemi elektronik është më i sigurt, po ti nuk e do këtë se do të manipulosh, se do të andash me Partinë Socialiste, keni numëruesët. Nuk e përdor dot të argument, edhe nuk është argument. Dua të them këtë që dakord, partia më e madhe e opozitës, por nuk është vetëm kjo opozitë. Ka dhe disa parti tjera të opozitës, të cilat të gjitha të paktën me sa i kam parë unë, janë pro numërimin elektronik. Të cilat ndjen të gjitha janë pro. E dikush është problemi i kësaj që domethënë këtu zgjidhet që të favorizohet frika absurde mendojnë, e shprehur nga partia më e madhe e opozitës, e cila ka numërues në tavolinë, ndërkohë që këta të tjerë të cilët këta të shkretës kanë as numërues tavolinë, a kupton, dhe këtyre pastaj gjithë bie mbi këta, gjithë problemi.